Jemi rikthyer në studio, tashmë Rilinda Limani është me mua, ku sigurisht kanë kaluar kohë nga intervista e fundit dhe tani kemi gjëra të bukura. Unë i gëzohem sukseseve të tij, sepse nga fillimi e thash edhe pak më parë kam besuar në potencialin që ai ka. Kështu që jam shumë e lumtur që është duke shijuar atë sukses që e ka merituar. Rilind, mirë se erdhe, kënaqësi të kemë sot në Prizma në emisionin tonë të ri dhe që të diskutojmë për sukseset e tua. Kjo është edhe më e bukur. Mirë se gjeta, Flora. E faleminderit shumë për ftesën, edhe kështu që me ty unë jam si në shtëpi. Kënaqësi është gjithmonë në fakt. Edhe ime. Do ta nis nga suksesi i fundit, i yti i përbashkët me këngëtarin nga Shqipëria, Klodian Kodra, kënga Edhe Malet, e cila nuk priti as të lansohej, sepse nga vetë promovimi i parë që ju i bët në rrjetet sociale, kënga tregoi një potencial të jashtëzakonshëm për të shndruar në hit. Më thuaj, cili ka qenë momenti i parë kur ti ke besuar shumë në këtë projekt? Ka qenë ai momenti kur ishim në Tiranë studio, Klodi kur e këndonte pjesën e vet. Jep ka shumë shpirt, thesha kjo këngë do jetë se di. Prej atëherë thash shiqir që u bë Klodi të jetë pjesë e kësaj këngës. Se kom patë edhe kom ftuar edhe artistë tjerë, po Klodi risku ishte i Klodit. I duhurit, tamam. Edhe i duhurit, tamam. Ma ka zbukuru kënga, Klodi. Pajtohem, plotësisht, po mendoj që e plotësoni njëri tjetrin në këtë projekt. Unë e di që keni një histori interesante, derisa keni arritur tek bashkëpunimi me Klodin, dhe dua që ta ndajmë bashkë me shikuesit. Momenti se si ju bë oferta atij për të bërë pjesë e projektit tënd, Rilind, si ju ofrove, dhe cila ishte ndoshta përgjigjja e tij e parë? E kisha demon, edhe kërkoja tash në refren, nuk doja vetë ta këndoja refrenin. Tash duhet gjej një artist ose artiste. I kom ftu, i kom thirr disa, i kom shkujt, s'kom pat feedback, por më kujtu Klodi. Klodi të ato këngët Ana Shilia, me Elgit Dotën, po që i ka, thash, edhe ki flen shumë këtu. Okej, i shkujta Klodit në Instagram, i thash, Klod, qa bona, ka mundësit ma dërgosh numrin, duhet bisedojmë për një projekt. Më nisi numrin, e thira në telefon, edhe Klodi tha, okej, s'është problem, bisedojna. Thash ta nisi unë projekti, thash ti dëgjoje, edhe thash e shofi masane qysh kena mi që punë. Edhe Klodi e dëgjoj këngën edhe më thiri, tha kjo këngë qeka jo super këngë, hit tha o kjo. Thash a do vish, thash unë një artist i ri, thash unë e du një mbështetje nga ti. Edhe mbështetjen ma dha Klodi. Edhe doli një super projekt. Pasi që Klodin e kom lodh shumë, se e kom thinë telefon shumë shpesh. I kom thonë, tash Klod, kjo pjesë ndrohet, këtë e bëjmë kështu, e bëjmë ashtu. Asnjëherë s'ka qenë asi artisti që thotë, bosë më shkove nerva. E donte edhe ai me muzikën pasion e kishtë. E dëshironte muzikën shumë. Jo se veç për para, se çdo kush punon për ato. Por Klodi si Klod, kom menu që do jetë me ndje madh, po ishtë me njeri me kamën në tokë që e falenderoj shumë, edhe Klod i je më i miri. Shumë falenderit. Ne kemi kriju këtë bindje, Rilind, që artistët që kanë sukses janë pak me ndjemdhenje, sidomos ti kontaktosh direkt në rrjetet sociale, pa pasur një urë lidhse, pa pasur një ndërmjetësues, domethënë mu më është duk shumë e bukur kjo mënyrë që ai ka zgjedhur të përgjigjet, edhe për faktin që je artist i ri dhe e ka marrë projektin, e ka dëgjuar. Mund të kishte rastitur një artist që mund të thonte, po do ta ndëgjoj dhe s'do ishte përgjigj ndoshta fare. Kjo tregon për modestinë e tij si artist. E në këtë moment të intervistës që jemi, Rilind, dikush ka vendosur të të përshëndesë. Kush është ai, do e shohim bashkë. Termisht televizionit Alsat Maqedonia ju përshëndes dhe faleminderit që më bët pjesë e emisionit tuaj ku është i ftuar dhe kolegu im, miku im, Rilinda Limani. Edhe do doja t'i uroj atit Rilindit shumë suksese dhe fat në karrierën muzikore, sepse e meriton. Rilindi është një talent, një artist dhe një djalë shumë i mirë. Dhe uroj që të ketë sa më shumë hite si ky joni, po dhe më të mira si këto. Dhe s'di që atë tjetër vetëm suksese. Lartë, sa më lartë.
Si të bënd të ndjesh ky mesazh, Aurelind? Është diçka shumë e mirë kur e din që një artist si Klodi të përshëndet edhe të uron për karrierën një sukses të madh. Unë veç që kisha thonë Klodit, jo që e ka karrierën shumë të fortë Klodi, po unë do jem ai që Klodi çfarë të më kërkoj mua rreth studios, produksionit, muzikës, unë do jem njeri i parë që do jem afër. Sa i ka qenë për mua njëjtë, për pjesën e një këngë të bukur që as nuk ma ka bë dy muhabetin. Kështu që e falenderoj shumë, falenderit Klod, e të kom shumë borç. E konsideron si ogur të këtij suksesi, Klodin, e the dhe ti shumë mirë që ke kontaktuar shumë artist, po si duket pas ka qenë i duhur i Klodi, që ndoshta suksesi i kësaj këngë të manifestohej në këtë mënyrë. Domethënë, Klodi vlerën jap atij arsyeja që përveç që ma hapi dyert, më ndihmoi, ma zbukuroi këngën, edhe risku atij është në këngë. Jo do me thonë dy riske janë mbledh tek një projekt. Kështu që se besoj që ka qenë sinqert nga të dyja palët, edhe nga ti që e ke kërku me zemër, po edhe përgjigjja e tij duket që ka qenë shumë e sinqert. Derisa ka nejt me mu në videoklip, ishte një shi i madh, ftohtë i madh, në majë të malit. Edhe ne duke prit nalet shiu, do me thonë veç 5 minuta të inqizojmë edhe të kthehena prapë. Derisa ka duru, e ka bë me shumë zemërgjërsi, kështu që e falenderoj edhe unë shumë. Shumë falenderoj Klod. E the që parandjenja nuk të ka gënjy nga momenti kur ti e ke pa punë, nga kjo që po e tregon duket që ti ke besuar në këtë projekt që në momentin që ke fillu ta punosh. Para se ta dëgjoje se si po e këndonte Klodi. Nuk prisja ka shumë, po. Po ke pas besim, diçka intuita besoj ta ka thënë këtë brenda tyje. Ndryshe kur e ushqesh edhe vetën se do bëhet, se kur i thu vetës ja bes s'ka buk për këtij projektit, ama kryesorja, ajo që e prisja, erdh 2 fish më shumë. Bile shumë fish më shumë do thoja, jo vetëm 2 fish. Nuk dua. Sepse për këtë flet Jehonat që ka marrë kjo këngë dhe nuk ka njeri që e thash dhe në fillim që nuk e ka dëgjuar të paktën diku ose rastësisht në rrjetet sociale, të gjithë po e përdorin edhe si këngë të kontentit të tyre. E kanë promovuar edhe shumë artistë dhe mua më vjen shumë mirë për këtë gjë. Ndalem pak te videoklipi, e the që keni kaluar në peripeti, por e bukur që keni pas një ekip të jashtëzakonshëm, shumë njerëz të cilët me shumë dashuri e kanë punu këtë projekt. Ma trego pak disa nga momentet më të bukura. Videoklipin e ka bërë edhe editimin Viganin. Komplet e ka shkruar direktor është Elmiri, profin, që e përshëndes edhe Viganin dhe Elmirin. Cover foton e këngës e ka bërë Ati Klimani, është i Shkupit. Shoqënia ime që më ka ndihmuar shumë. Ne mund ta kemi si mbulim nga regjia këngën edhe male, që ndoshta ta vizualizojmë atë që po e thotë edhe Rilindi. Vllau im i vogël.
Dhe ndoshta për vetë faktin që ka qenë ndjenjë shumë e bukur edhe kënga u bë, po ka qetë. Sa edhe ndjenja që ke pas. Kur del prej shpirtit edhe është diçka që e ke ndjej, edhe pse muzika tjera e kom ndjej, po skandal që duhet. Këtë e ke ndjej pak ma shumë, ma afër zemrës. Normal. Thash, çdo kush dashurohet, nuk është e vërtet. Unë si besoj se ai fjalët që thonë një herë dashuron njeri, jo, derisa ke shpirt, re zemra. Nuk ka shans mos dashurosh, pra. Unë nuk do thoja që njeriu dashuron një herë, unë do thoja që njeriu gjatë jetës së tij dashuron disa herë dhe ndryshe. Asnjëherë ndjenja që i ke pas për një person nuk i ke të njëjta, kështu që njeriu dashuron ndryshe gjithmonë. Ti ishte ashtu dita ditës do ishte. Dhe ku ka më bukur se të dashurosh e të dashurojnë. Kjo është ndjenja më e sinqertë. Unë dua edhe momentin kur jam keq, e dua edhe momentin kur jam vetmi, i vnum, i dashurum. Çfarë do të qoftë që ekziston në botë. Janë krejt momentet jetës, edhe duhet i presim si duhet. Normal, duhet t'jena në gjendje dhe t'jena të fort psikikisht, emocionalisht që ti kalojnë, se janë fazat jetës. Por nuk do të thotë që diçka ndodhe në jetë edhe është fundi. Shumë sene treja, shumë surpriza treja ka jeta. Po, edhe zbulon në surpriza si puna që unë se prisja kur që unë do përformoja në Big Brother. Edhe kjo ishte një surprizë shumë e bukur për ne. Më thuaj si t'u bë ftesa, sepse ishte diçka një rrugtim që po të çonte dhe po më në fund po i kaloje kufijt, diçka që e meriton ti. Është shumë interesant se unë jam kontu në kafe, se isha çu prej xhunglit, në kafe me shokun tem. Edhe telefonin tavolinë edhe shirje në kafe, njëra në kombi, kom edhe rish. Edhe thirrën një numër i Shqipërisë, nuk e dija kush është, as nuk kisha ndonjë detaj për dikush se do më thirrnin. Edhe unë qysha veç e qela, e bona speaker edhe pija kafe edhe fol. Ku shok i numër. Përshëndetje tha, jom Sajmiri, përshëndetje shumë Sajmiri se ka qenë personi që është ai që unë e mora pjesë në Big Brother të performoj. Edhe atë në prime, në një super surprizë. Nuk ishte thjesht performancë, ishte diçka shumë speciale. E falenderoj Sajmirin shumë, edhe kur tha jom Sajmiri nga Top Channel, producenti i Big Brother, në mora telefonin. Serios, o bona, se dija për që bëtja. Thash, përshëndetje, tha Rinin. Tha, konga jote është bërë shumë viral. E tha, do kishin dash t'jesh pjesë në Big Brother ta performosh konga. Si jo, mëre, qa thu, tash nis në ne. Unë konga nuk e kisha as të kryer. Okej. O desh që... Ishte verzioni yt, apo ky verzioni tjetër që ishte që u bë viral. Po ishte 30 sekonda që e kom postu në... E kemi dhe atë verzion, është ai verzioni bardhëzim, do shta mund ta shohim bashk. E kisha postu në 30 sekonda, po nuk e kisha 2 minuta e diçka që të performoj. Edhe pse shumë mesazhe kisha nxjerr kur ta nxjerrish versionin live, hajde se presim, më shpejt. Edhe u desh të punoj për një natë. Deri në 7 mëngjes kam punu, e kryta, pushova. Edhe unë nisëm për po, është kjo. Big Brother, kjo është. Ideja e kësaj ka qenë se unë isha këtu kam qenë te koncerti Albanit, duke u kënaqur duke dëgjuar Albanin dhe Klen. Edhe si të erdhi inspirimi? Po, inspirimi më erdhi kur e shifsha këto njerëz duke kënduar ajo zhurma, ajo një emocioni që nuk përshkruhet tek një këngëtar kur e dëgjon publikun duke kënduar. Thash, këngën time duhet kthej në këtë verzion. Edhe pse unë s'do jem gjendje domethënë ta këndoj në kësi koncerti këtë këngë, ndoshta inshallah e mri. Dihet ndoshta shumë shpejt do jesh në gjendje që ta performosh. Ftesën ti do e kesh ftesën e para. Hajde ta shohim atë bash fjalën. Ta premtoj se ke qenë e para që më ke hap dyert. Me kënaqësinë më të madhe. E shifsha këtë, thash, do e bëj videon, do i bëj një 20 video, i kombo ka 5 minuta, veç e qëshja telefonin kështu. Ato që bash jom këtu te kjo pjesë e Zoshnikut, te basi, këto tjerët krejt të e fila, sigur të thëshin qa është të bo. Nërka është të kecine një mut tjetër. A mos kisha marrë, atjesh dësha del një video e bukur. E punova audion, videon e ja dhash vllau tim të vogël, sa i meret me të senet, i ka qef. Edhe aje nëzori këtë perlen e bukur, që e bashkoj këtë, i shkujti tekstet me këto fontet, edhe doli, nuk e prisja, një të natë se kom postu këngën, këtë verzionin, kur u qova në mëngjes, kishku viral. Po, besoj s'ka kënaqësi më të madhe se kjo. E vërtet është, unë kur e kom punu këtë këngë, edhe kur e kom dëgju në makinë, për pak se s'ja nisa të kati, jo pse jam duke vujt për këngën, por e shifja veten në atë zhurmën e madhe që është të kënga. E thash, unë duhet punoj për ta mri këtë ditë. Kështu që thash, si duhet punoj nuk e di, po
besoj se do gjejmë në një rrugë. A ja ke dhënë këtë premtim vetës? Që do arrish këtë ditë që gjithë publiku ta performojë? Shëndetin, familjen ta kemë mirë, t'jemi fort me trup në atë aspekt se pagjumësia këto të shkatrojnë. Të lodhin shumë, nëse i kam këto senet më kryesore. Më thanë që ke marrë shumë kritika se je dobësu shumë, është e vërtet sa kilogrami ke humbur? 8 ose 9 ose 10, se di fiksa më që ti dikun, po, gati 10. Edhe po, si ti kem këto 3 pikat kryesore në jetë, që janë shumë më baziket janë, unë do punoj deri në frymën e fundit. Edhe nështë edhe me nuk bë, se kjo ndoshtë një këngë ka dhes, edhe tjerat asë njëna mundet mos me dhes. Unë prapë do bëj muzikë. Edhe diçka tjetër më duke donë me dhez, edhe kjo kënga tjetër, Gjane, edhe kjo ka filluar që të shkoj virale vetëm për pak sekonda. E kemi edhe këtë video, uroj shumë të mos na kap copyrighti, të besova. Që që kemi edhe këtë këngë që ka mjaftueshëm potencial për të bë një hit gjithashtu, sepse kam pa shpërnda gjithandej. Ta ndëgjojmë edhe me ton në studio? A do jetë bashkëpunim kjo këngë, Rilin? Mund nga zbulosh diçka, ose kur do vjen, ose deri në çfarë fazë është kënga Gjane? Më qeshet shumë se ajo momenti kur kena incizu ka qenë shumë e fort, shumë vibe i mirë. A na tregon kush janë, përveç 2 bashkëpunëtorëve të tu me të cilët ti tashmë je duke punuar, Lenox dhe Beni, janë pjesë e ekipit vajzat, ose? Rumesa është një këngëtare shumë e mirë në Kosovës, në Bjondja, talente e re, po. Kjo është familjare e Benit, edhe është shoqe e familjares Benit. Ishim atë i turnetet dhe tham të bëjmë një video për qef. Edhe doli diçka shumë e bukur. Edhe prisnim që të shkoj viral. Se kësi këngë që ne nuk ka. Ka një energji ndryshe nga këngët e tjera. Por sa më është diçka shumë e bukur. Sa i përket kësaj këngës. Do e ruani deri verës? Jo, nuk e ruajmë deri verës, se kush e ruan. Se kush pre deri verës. Edhe unë du ta dëgjoj. Kjo këngë do e lë surprizë, se ta premtoj se ndoshta do bëhet hit internacional. Nga një artist ose artiste shumë e madhe. Okej, pra do jetë bashkëpunim? Ne jena producentët. Okej, dakor, nuk do jesh ti performuesi këngës. Okej. Edhe shpresojmë që sa më lart shkoj. Urojmë shumë. E përshëndes Benin edhe Lenoxin, se janë 2 shokë që punojnë fort. E përshëndes edhe Dalen, shoqëninë time që kanë bërë mundur që unë sot jem këtu ku jam. Sa bukur. Është shumë e rëndësishme të jesh mirënjohës ndaj njerëzve të cilët kanë qenë afër me ty që nga fillimet e tua. Kanë thonë, hani bet, hajde bëllë se dhe bëhët, pse mërzitesh këto ka? Ka shumë rëndësi të kesh njerëz që të nxisin dhe që nuk të lënë të dorëzohesh. Unë e kom patë për krajën e tyre, kështu që shpresojnë të ardhmen t'u akthej në mënyrën që sa do mund t'u akthej unë. Edhe kur do qoftë. Bukur. Unë e pash dhe një fotografi tjetër që e kishte lansuar Beni, që kishte paralajmëruar një bashkëpunim me vajzën e Labinot Tahirit. Është e vërtet që do vi një bashkëpunim mes te dhe vajzës së ti? Se nuk e dija që e ka këngëtare vajzën. Ose ndoshta tash po i futet Zana industrisë muzikës. Është një vajzë në moshë e re, të duhur për pjesën e artit. Një vjazë shumë e sjellshme, nga një familje shumë të mirë, e përshëndesim edhe Labin. Edhe jena duke punu një projekt, po shpresoj del ashtu si është duke dalur, deri në fund. Jena në bisedime për të punu bashk, për një këngë, po të shohim tash. Si pra pritet diçka. Do rjedhin punët. Nuk duhet vlas asnjëherë për pjesë e këngëve, po se nuk i dihet, e ke shumë drejt, sepse nuk i dihet ndonjëherë planet mund të ndryshojnë në moment të fundit. Jemi duke punuar për këngën, e kemi gjetur këngën. Zana këndon shumë bukur, një zë shumë të ëmbël, kështu që edhe unë asaj uroj suksesin sa më të madh. E patërna, tashmezi po e presim këngën, me qenë se pas keni gjetë këngën, e besoj edhe xhirimet, ndoshta i keni fillu, se fotografia ishte në studio. Okej, shumë bukur. E me qenë se tashmë shumë nga studio televizive e kanë një kujtim të bukur, ti duke performu live këngën edhe malet. E tamam puna, mos ta kemi ne nga studio emisionit ton, këtë kujtim kaq të bukur që besoj do jetë pjesë e rëndësishme e arkivit ton të emisioneve. Që? Na e performo? Edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thy. Qaj për dashnin që patëm ne të dy.
edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh i kam thym, qaj për dashnin, që patëm ne të dy. Nuk e di pse na emocionon kjo këngë, ka diçka, ka një ingredient special, sekret që ne nuk e zbulojmë dot, po kush e di sa në disponim të jesh në momentin që e dëgjon këtë këngë, ka një farë emocioni që të ka plan. Ajo që çdo herë kam thënë, edhe gjyshin thajke. Ti do të bësh këngë thotë të dëgjohet, edhe të mbetet kujtim. Jo thotë të dëgjohet një muaj edhe merre huve. Tamam. Edhe shpresoj që gjyshi ma bon mos më përmenda për intervista. Bon ma, thotë. Se jo, unë e di që është pjesë shumë e rëndësishme jetës tënde gjyshi. Po, normal. Gjyshin e kam... Edhe ne e përshëndesim gjyshin nëse na ndjek tani. Sigurt na ndjek. E përshëndesim nga studio e Prizma. Edhe... Unë gjithë shka që e bëj për familjen time të bëj krenar. Edhe për të ardhmen time që duat lënë një legacy që, okej, kjo është babi, kjo është rilindi, qa ka punu, se ka punu, qa ka bo, qa ka hek, qysh e ka bo, qysh ja ka dal. Krejt, du t'i kem, se një me mira ëndrat kur the në kujtime dhe momente. Jo të mi mbeten veç ëndra. Tamam, po, një mision i rëndësishëm ky dhe unë shpresoj shumë që ta realizosh në këtë jetë. Shpresojmë, kismet. Po. Rilind, në çfarë gjendje emocionale të gjejmë aktualisht? Sa po ndjehesh i përmbushur, sa gjërat e tua kanë nisur që të vinë në vend, ti personalisht dua një përgjigje të sinqertë, në çfarë gjendje të kemi? Të sinqertë. Po. Në gjendje shumë okej, stabile. Kjo është me rëndësi, stabile. Me komën tokë. Por nëse folim për pjesën e projekteve dhe karrierës, bosh e mbrap. Them, ala duhet punoj. Projekte tjera, s'jam të punu, unë jam të punu si... Veç që flej, pun tjetër s'bëj. Në qytet nuk kom dalë me pi kafe, se 3 javë, 4 javë. Kështu që, për pjesën e karrierës, nuk i them vetit kur që është okej, tash ri. Them veç pun duhet. Për pjesën private, familjare, për ato unë jam gjithë një që duhet, si jam për mu krahapur edhe unë për ato krahapur. Ato çdo herë do gjej një pjesë të vogël për të më thënë këtu je gabim. Po njerëzit që të kritikojnë janë njerëzit që të duan më shumë dhe duan versionin më të mirë tënde. Po një nën pyetje këtu, je i hapur për një dashuri të re, Rilind? Tash jam i Është e hapur zemra yte për një dashuri të re? Zemra ime është e hapur për publikun dhe për këngët e mia. E dim se po ta bëj këtë pyetje që mund ndoshta të vi një kryevepër si edhe malet. Jo, po. Ti do më vështirë vulga. Artisti duhet të ketë një muzë, një inspirim, kështu që Unë besoj tash jam krye hapur dhe zemër hapur për këngë të mira, të kem nga afër vetit njerëz pozitiv, me etik, me moral, me mirësjellje, që është seni më i madh për mua që vlen se sa ti jesh me famë, s'm duhet të kem dikë që ka famë, po dua një shok që është shok. Do me thonë, më mirë të më thosë jo se dua, sa të më thosë, okej, dua edhe nesër të më thosë, nuk bëhet ajo. Dua të sinqert, më mirë vritë me fjalë dhe të vërtet se sa të mrejsh edhe mas shpine. Për dashuri, nuk e shoh veten si jam i fokusuar shumë në karrierë, edhe tek familja ime. Dhe je i ri, kjo është e bukura, që ke kohë. 25 vjeç, plot. Edhe pse nuk i dihet, zemra nuk e di kur i hap dyert. Kështu që... Nuk e di, po... Deri në çfarë pike... E kom kafsel shefën, kush ka, e heste. Okej. Mos lëviz. Deri në çfarë pike je në gjendje të sakrifikosh për dashurinë? Ja, tani po flasim për të ardhmen, për diçka që ndoshta mund të vijë. Deri në çfarë pike? Po. Nëse bëhet fjalë të hupi familje, ose dashuria, ose njeri yt, është familja që nesër ti do krijosh, bëhet fjalë edhe komplet familja. Nëse e prishi familjen time me karrierën time, unë e sakrifikoj karrierën time. Nëse besoj që do e sjell punën deri në atë pikë. Se unë jam me një zhanër shumë të mirëfillt, pop, R&B, muzikë serioze. Unë nuk jam i repturave, unë nuk jam i time komercializmit të anësh tjetër, jam i muzikës serioze.
Kështu që s'besoj se bjen puna, veç atëherë mund të ndoshta të them të largohem prej karrierës tim, arsye e familjes se nëse i bëj dëm. Po Zoti mos e bjera atë punë se s'besoj që ka me ardhur. Të bëj dëm. Inshallah asnjëherë. Okej, tani është koha që shkëputemi vetëm për pak minuta marketing, ne do rikthehemi, kemi vetëm edhe një pjesë të fundit bisedës me Rilindin dhe do ta përmbyllim me këngën Edhe Malë, kështu që na prisni edhe pak. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit bashkë me Rilindin. Ne edhe gjatë reklamave ishim duke bo muhabet sepse ka kalu kohë kur nuk qësimi taku në fakt që një kohë të gjatë. Rilind, në intervistën e para fundit që e kemi pas bashkë nëse nuk gaboj, ke thënë që do kisha da shumë të bëj një bashkëpunim me Yll Limanin, e ke shprej këtë si dëshirë, sepse shet që keni ndoshta edhe një stil të ngjajshëm. Vazhdon ta kesh këtë dëshirë? Shifon Xher, edhe vazhdoj ta them. Yll Limani është shumë artist i mirë dhe ka shumë artist tjerë. Por do bëja bashkëpunim prapë me Yll Limanin, pse jo? Po i pari për mua është veç një, Flori Mumajesi. Që çdo, unë fakt e kam pat prej fëmijë idol me këngët e tija, se nuk ka veç si këngëtar shumë i ngritur, por është si producent, si tekstshkrues. Ne dim që Flori ka kriju yje, 80% e yjeve të industrisë i ka krijuar Flori. Edhe me Yllin, edhe me Florin, edhe me Elgit Dodën, edhe me Dafin, edhe me Elvanën, që ka shumë artistë që nuk kam se të thëmë jo kur kemi një projekt shumë bukur, që është i bukur që më flenë edhe mua edhe artistin fjallë. Bukur shumë, okej. E tani po e shoh që je aktiv me mbrëmje, si në vendin tonë, tashmë edhe në Kosovë. Ne e dim që Kosova ka shumë jetë nate, ka shumë rini, të cilët dalin në shumë lokale. Si po e përjeton këtë periudhë që je kaq shumë i kërkuar vazhdimisht në lëvizje, tashmë Tetov, Kosovë, Shqipëri, gjithandej. I thon vetes, jam lodh shumë. Po është diçka që e kom dashur unë, edhe kjo arti ka këtë, duhet të lëvizësh e nesër mund shkete më larg. Por, synimi jem, unë kom nisë me mbrëmjen se tash jam në hapat e mia të para, pra ndash se unë që 10 vite që jam të marrë me këtë pjesën e muzikës, unë jam tash me hapat e mia të parat. Tash duhet të tregoj njerëzve që unë edhe se kam problem mbrëmjen, edhe se kam dasmë, se kam problem koncertin, klubin, unë i bëj krejt. Derisa ta krijoj Rilindin si Rilind, si ikon që dua të bëhem unë. Kështu që jemi asaj rrugës, është lodhje normal, që shumë lodhje është, arsye e rrugëve, flenker, rinker, prinker, sakrifica. Shumë valla. Veç i runa, mos bëjmë ndaj aksident, ndaj ndeshje, se kur je pa gjumë edhe i lodhur shumë, punë sekonde është. Edhe shpresojmë veç Po mos e le ana shëndetin tënd, edhe gjumin, se gjumi është shumë i rëndësishëm, si në produktivitet, në funksionim, kështu që mos sakrifiko gjëra që nuk duhet t'i sakrifikosh. Mundo të bësh një balans. Edhe pse e di që ke shumë angazhime dhe tashmë edhe shumë derisa ta kërkesë. ambientona me këtë pjesën e vrudhshme që e ka punë e estradës, të them, se nuk kom hija lan estradë, edhe pse kënga ime ka shku shumë viral. Jo, ke hy, tashmë pranoje. Edhe pse je modest. Po normal që veç diçka çdo kam thonë. Kushdo qëfë që bëm, shpresoj dhe i lutem Zotit që komët në tokë, mentë në kokë. Okej. Se normal kjo punë e estradës i ka që duhet mahesh pak me punën e lukut. Nuk i kot dalësh, jo se ti nuk dush dalësh, po nuk i kot dalësh. Të thash që e ka parës unë në qytet kafe së njëm të shku të pja, kam nevojë të dalë. Dhe si po duket ky ndryshim kaq i madh, Rilind? Se unë e di që ti je një person shumë i thjesht, po tani edhe puna e kërkon, si po duket ky transformim ta quaja? Është një transformim që më ka ardhur shumë shpejt, po unë ambientohem shpejt me këto gjëra që i duan dhe i bëj për çat drejtimi. Do vinë krejt në vendin e vet, edhe besoj se do kemi kohë për gjithçka. Shpresoj edhe unë shumë. Se kur më vin momenti tash e kam riskun në dorë, nuk dua ta lëshoj. Do mundon të punoj sa do mundem. Tash nëse e kam Yllin në ballë, edhe fati të shkruam nga Zoti, s'ka kush ma merr. Jo sot, nesër prapë do vi tjetra. Jam dakord dhe mirë bën. Tani, kjo është kamera yte numër 1, cili do ishte mesazhet që do t'ja drejtoje gjithë atyre të cilët po e duan shumë këngën tënde dhe po e ndjejnë këngën tënde shumë. Do veç kështu. Faleminderit gjithëve juve, faleminderit ju publik që e keni vlerësuar këngën tim dhe i keni dhënë shumë jetë. Ju jeni ata që sot jam ky, edhe shpresoj që me shumë projekte tjera edhe duhet kënaq zemrën edhe më shumë.
Mesazh i bukur. Ky ishte shumë kënaqësi Rilind, faleminderit që ndave kohë. Merci, Sot na ishte erdhe nga Prishtina, kërkojmë falje pak të kemi mundu, po S'është që problem. të dëshiroj shumë suksese dhe shpresoj që në këtë studio të kemi tulur vetëm për suksese dhe vetëm për gjëra të bukura. Patjetër, a ka mundësi të drejtohem edhe një herë nga kamera? Patjetër. Flora është e para nga të gjitha që më i ka hap dyert, edhe falenderoj shumë. Dhe kam Flora, bërë me shumë kënaqësinë faleminderit. më të madhe, sinqerisht po. Shumë faleminderit. Faleminderit Ta kthesha shumë. 10 herë më shumë. Jo, ma ke kthy me këtë intervista Jo, kjo pak me është. respektin që e bëm. Faleminderit shumë Rilind, ishte kënaqësi.